është tema e largimit. Në një post timin vendosa një vizatim shumë të bukur, e gjeta të gatshëm, nuk e krijova vetë. Sot mund të krijosh shumë element të jashtëzakonshëm me inteligjencën artificiale. Por jo, e gjeta të gatshme. Ku shikohet një nënë e re me një fëmijë të vogël, fëmia duke ikur sigurisht në shkollë, dhe nëna duke i dhënë një xhakavento për të mbuluar, deri në fund duke u kujdesur. Skena që bërë bukur është edhe një shtëpi aty, dhe duket e një njeri përpara shtëpisë. Mund të jetë babai, mund të jetë gjyshi, mund të jetë gjyshe, mund të jetë babai i këtij fëmie. Është një nënë e veshur sipas viteve 70, me lukun e asaj kohe, sa mendoj që edhe nostalgjia dhe asaj kohe, unë i takoj atyre viteve. Në rinin time, në adolescencën time, në rinin time, viteve 60, 70, derisa fillon pjekuria në vitet 80. Dhe sigurisht shife një nënë që kujdese. Ajo nuk pyeste nëse ishte kohë e mirë apo kohë e keqe. Ajo nënë nuk pyet nëse është qeveri e mirë apo qeveri e keqe. Ajo nënë nuk pyeste nëse fatkeqësi ka dhe nëse ka lek apo s'ka lek. Ajo kujdeset për fëmijën e saj. Kjo është nëna. Dhe pastaj, poshtë, shikohet ky fëmijë i rritur, i bëri madh, që po largohet. Po e lë nënën vetëm. Nuk është më në sfonda e njeriu, mbase nuk është më gjallë, është po e njëjta shtëpi pothuaj. Nëna është plak tashmë. I kemi për vitet e sotme, sigurisht do të ishte mbi 7 vjeçe, ose 7 vjeçe, 8 vjeçe, po themi 60 e sipër, dhe po të njëjtën skenë ka. I jep një pallë, një xhakavento. Ai fëmijë po e lë vetëm tash. Mbas ai fëmijë thotë, kjo është qeveri e keqe, ky është vend i keq, këtu nuk jetohet, këtu nuk bëhet, po ik. Nëna po e kupton që po e lë vetëm. Është e qartë që do të qëndroj vetëm dhe do të vdes vetëm. Por nëna është nënë. Prap se prap ajo bën po të njëjtin veprim që ka bërë edhe kur ka qenë re. Sepse ajo e ka të pakondicionuar me qeverit, me shiun, me kohën, dashurinë për fëmijën. Ndërsa këta lloj fëmijësh që lejnë prindit, dhe unë jam krenar që nuk i kam lënë, nëse kanë dashur t'ikin vetë. Nuk e kam lënë këtë vend. Nëse ju jeni krenar që e keni lënë këtë vend dhe keni punuar e thoni që po shkojmë në atë vend, unë jam krenar që kam qëndruar në këtë vend, qëndroj në këtë vend. Çfarëdo qeverish të poshtra ka ky vend. Unë nuk e lej këtë vend. Edhe këta kanë bërë dhe shumë të tjerë. Kur ju jeni krenar që keni ikur, sa krenar duhet jenë këta që janë brenda? Sa krenar duhet jenë? Kur jeni krenar që keni ikur, kemi punuar në vuajtje, po ne që kemi qëndruar. Sa krenar jemi? Sa krenar duhet jemi për këtë vend? Mos t'i ngatrojmë gjërat, e sidomos shkojmë ke nëna, sidomos shkojmë ke pleqt. Nuk e kondicionojnë dashurinë. Edhe tani kur ikin, vetëm dashuria ju bën mirë ikni, e dinë si do vdesin vetëm. E dinë si nosa kanë për t'i gjetur të vdekur mas 5 ditës, mas 10 ditës, të kalbur. Ka dhe për tyre që dalin televizor, na kanë ikur fëmijët. Nuk ka kush na punon tokën. Në të vërtetë është një ikje masive. Dhe tashti, kam nxjerr prap një post tjetër, dhe këtu tash i kam vepruar me inteligjencën artificiale, dhe kam nxjerr disa adoleshentë të ri, edhe më tepër në moshë, para kufijit, para klonit dhe para piramidave që shkruanin RPSH, Republika Popullore e Shqipërisë. Edhe atëherë iknin. Dhe kush nuk e dinte në diktaturë që po të ikje, familja jote do shkonte në ferr. Do shkonte në internim, në burg, do vdistin atje. Kush nuk e dinte. Por në atë kohë ikën. Qeveri e keqe, duam lirim, duam këtë, kanë ikur. Ndoshta janë vrarë dhe kufive. Por ka ndodhur kjo tjetra, familjen e kanë çuar në burg. Nëna dhe babai ndoshta kanë vdekur në internim edhe në burgje. Ose janë bërë gati të vdesin. Ose ju është marrë jeta. Sepse një fëmijë ka ikur. Sepse një vlla ka ikur.
edhe atëherë kanë ikur. Gjithmonë kanë ikur shqiptarët, pa menduar se çdo të ndodh me prindët, se çfarë do të ndodh me familjen e tyre. Edhe atëherë kur erdhën krenoheshin, kemi ikur. Dhe krenaria e tyre shoqëruar me vdekjen e prindërve, krenaria me burgun e tyre, krenaria me pleqt të cilët i morë jetën diktatura, ju a përmendi gjithë kohën, i çoi nëpër internime, i persekutoi sa mundi, ndërsa ata kishin lirin atje, kishin ikur për të fituar lirin. Nëna dhe babai vuanin kohën e diktaturës. Dhe pastaj erdhën të mbajnë fjalime demokracie, ky Lumhane, e cila e dinte mirë, po kërkonte lirinë e tij. Edhe ishte po ajo nën prapë edhe ndoshta edhe po ai baba, që ja bënin halal, thot, shiqyr që më shpëtoi djali. Duke ditur si po shkonin drejt, jo persekutimit, por rrënimit jetësor tyre. Minimumi mos shqipni më prralla, minimumi mos delironi me shqitje mendësh për demokracinë dhe për moralin tuaj. Keni ikur nga ky vend. Mund të ikni nga ky vend, ikni gjithmonë nga ky vend. Por tordh mos shqipni më. Sepse sigurisht ne jemi popull i kanakësh, ne ikim dhe pikërisht këtë shkruajta. Ne kemi ikur gjatë gjithë jetës tonë, kemi ikur nga qeverit, kemi ikur nga pushtimet, kemi ikur se s'kemi duruar kryesisht njëri tjetrin. Gjithmonë kemi ikur dhe gjithmonë do t'ikin. Po mos krenohemi spakut me këtë gjë, mos dalim me biografi të mirë për këtë punë. Ka dhe popull tjerë që kanë ikur. Sigurisht që vjen një ditë dhe duhet, patjetër, t'i marrësh edhe me të mirë, edhe mërgatën edhe të gjithë tjerët. Por ajo që duhet të them unë është, imagjinoni se sa duhet të marrin me të mirë ata që kanë qëndruar pranë prindërve, ata që kanë qëndruar pranë dheut tyre, dhe ata që janë përballur si me të mirat, si me të këqijat, me çfarëdo lloj qeverie, e keqe, e mirë, e poshtër, e shëmtuar që ka pasur dhe që ka ndërtuar kjo shoqëri në këtë vend. Ja këtë desha të thosha. Dakord miqtë e mi, ky ishte mendimi im.